mandatin qeveritar? Në situatën të cilën gjendemi aktualisht, ne kemi bërë një propozim për një marrëveshje. Është qartë që nuk ka vullnet nga subjekti që ne i kemi dhënë propozimin që të bëjmë një marrëveshje politike gjithë përfshirëse. Kështu që këtu e tutje ne kemi thënë që nuk kemi interes që të bëjmë marrëveshje politike me PDK-n. E kemi shprehur, mendoj, mjaftueshëm qartë në letrën të cilën kryetari i lëvizjes e ka drejtuar kryetarit të LDK-s. Prandaj situata, domethënë, në bindjen time është thjesht duhet racionalitet, duhet t'i dalim për çdo të përgjegjësive që i kemi marrë para qytetarëve të Republikës, edhe unë jam e bindur që siç ata po kanë ato interpretimet e veta për propozimin tonë, mund t'i kemi letë asne edhe për propozimet e tyre për në Dhe me refuzimin e LDK-s, a janë shterë idet edhe gatishmëria për të bashkëpunuar me ndonjë subjekt tjetër politik për të kriju një kabinet të ri qeveritar? Deri tani ne kemi thënë që këtu jemi me këtë proces. Tani edhe për të kabineti ajo është faza e dytë. Ne jemi shumë të interesuar të konstituohet kuvendi dhe tutje për qeverinë. Dhe ne kemi thënë edhe në disa deklarata tona që ne kështu jemi të pafatizuar. E konstituojmë kuvendin, pastaj janë 15 ditë kohë që të bëhet qeveria. Hymë në një afat kohor. Nuk e kuptoj. Dhe për ka shkoj ju, mendoni se mund të arrini? Absolutisht. Dhe unë nuk e kuptoj edhe qëndrimin e opozitës, pra vazhdojmë të mbetemi të pafatizuar, të bllokuar, ndërkohë që ne mund të votojmë të konstituojmë kryesinë e kuvendit të Kosovës, edhe të vazhdojmë tutje pastaj me Po, Feza, ku janë këta numra, me që jeni kaq të bindur që mund të formoni një qeveri me 61 vota minimalisht? Ku janë numrat? Ku i merrni? Në kuvendin e Kosovës, deputet të kuvendit të Kosovës. Kush janë ata deputet? Tani unë mendoj që ne kemi të rëndësishme, si që thash, të flasim fillimisht për konstituimin e kuvendit, dhe kur të vim të formimi qeverisë, besoj se do t'jetë shumë e qartë se kush janë deputetet që do të votojnë për qeverinë. A është nisma socialdemokrate në matematikat tuaja? Unë thash deputet të kuvendit të Republikës së Kosovës, sigurisht që ne kur të vim të ajo fazë do të flasim konkretisht edhe për emrat, të cilët ose më mirë temi për deputetet të cilët do të jenë aty. Dhe nuk dëshironi marrëveshje politike para konstituimit të kuvendit? Aktualisht ne kërkojmë të konstituohet kryesia e kuvendit, edhe aty e tutje pastaj janë përgjegjësi të reja për formimin e qeverisë dhe diskutime tjera në fakt. Në këtë situatë kemi edhe një kallëzim penal nga Lidhja Demokratike e Kosovës, nxiti shumë reagime edhe një postim në faqen e lëvizjes vetëvendosje, ministri, deputeti Faton Peci, gjithë kabinetin në detyrë të qeverisë e ka dorëzuar si kallëzim penal Lidhja Demokratike. A ka hapësirë për argumentim edhe kjo çështje për juve? Unë nuk mendoj. Kjo është në vazhdën e asaj që e folëm prej fillimit, domethënë ata thanë zbën kur qysh na me votu mandatët sepse qeveria s'ka dhënë ndërheqje, jo ka dhënë ndërheqje, jo s'bën me shku kryeministin zyre, jo bën me shku, ishin veç tema kështu